Ligatinat në qarkun e Shkodrës paraqiten në një gjendje të mirë dhe vijojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e ekuilibrave natyror, ku një ndikim të madh kanë patur edhe rojet mjedisore. Kështu shprehet shefi i menaxhimit të ADZM Shkodër, Tonin Macaj. Zonat ligatinore, po themi Veliboja e Liçeni Shkodrës, që në vitin 2005 janë zonat e mbrojtura dhe rojet mjedisore, falë bashkëpunimit që ato kanë me komunitetin, kanë arritur rezultate të këndshme duke konservuar në masë të mirë të këtyre rezervateve të rëndësishme. Roli i rojeve mjedisore është i pazavantueshëm sepse ata janë direkt kontakt me komunitetet dhe me problematikat që ata mund të hasin gjatë zhvillimit të punës tyre. Ndërsa shëtësim vazhdon të mbetet gjuetia e paligjshme në zonat e mbrojtura, ku sipas Macaj rastet janë sporadike. Në besa pesket gjuetia është, po themi, raste sporadike, por ne po përpiqemi edhe me mbështetjet e policisë dhe të kimetes që këto të minimizohen, që mos ketë fenomenin e gjuetisë paligjshme. Shefi i ADZM ka ngritur shëtësimin për mirëmbajtjen e zonave turistike, duke theksuar se pastrimi duhet të kryhet më shpesh, sidomos gjatë sezonit turistik. Në lidhje me menaxhimin e mbetjeve në zonat turistike, normalisht bashkia ka instaluar në gjithë pjesën e thethit edhe të bogës. Kanë vënë struktura për grumbullimin e mbetjeve. Një problem që mund ta quaj problem është frekuenca e makinës që tërheqin mbetjet, që në periudhat e pikut pranisë së lartë të turistave, mendoj që duhet të jetë një prezencë ose një frekuencë më lartë të mjeteve të tërheqjes së mbetjeve. Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër thekson se bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit mbetet thelbësor për ruajtjen e pasurive natyrore të qarkut.